Zyrtarisht Partia Socialiste dhe qeveria e drejtuar nga kryeministri Edi Rama i than mjaft rrugtimit politik të Erion Veliaj. Të premten e 26 shtatorit, vendimi i Këshillit të Ministrave u botua në fletorën zyrtare duke i dhënë fund procedurave për shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës, i cili ndodhet në qelinë e paraburgimit që prej datës 10 shkurt 2025. Socialistëve ju nevojitën plot 7 muaj nga dita e arrestimit më 10 shkurt për të kuptuar, pranuar dhe më pas vendosur shkarkimin e Erion Veliajt nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Tiranës në mes të mandatit të tretë pas 10 vitesh në drejtimin e kryeqytetit. Pas shumë deklaratave publike, më 11 shtator në Asamblenë e Partisë Socialiste, aty ku me padurim priteshin emrat e ministrave të qeverisë Rama 4, kryeministri Edi Rama kërkoi nga Këshilli Bashkiak të zgjejë një zgjidhje për shkarkimin e Erion Veliajt, ndonë se i njohur disa merita në drejtimin e Bashkisë Tiranë. Kryeministri ndau përfshirjen politike në Partinë Socialiste të Veliajt nga procesi penal në ngarkim të tij. Pas 7 muajsh pa një kryetar bashkie të votuar në krye detyrës, dhe po ashtu pa një kryetar bashkie të dënuar nga drejtësia lidhur me detyrën, u detyruam të ndërmarrim një hap të debatueshëm në raport me Erion Veliajin, por të detyrueshëm në raport me fatin e kryeqytetit të Shqipërisë. Këshilli Bashkiak miratoi dje shkarkimin e kryetarit në mungesë prej 7 muajsh për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja dhe rindezjes me orë të plota të makinerisë së Bashkisë Tiranës. Janë thënë dhe janë llomotitur shumë gjëra lidhur me këtë hap, por nuk ja vlen të merremi as me ata të cilëve u ka rënë diella në kokë, as me ata të cilët e quajnë diktaturë kur shumica parlamentare detyrohet të kaloj në votimin e programit pasi i ndalohet t'ia paraqis programin kuvendit me metodat famkëqia të rrylave të fytit edhe të brylave në sallën e kuvendit. Pas këtij mesazhi, Rama u tregua i qartë se Partia Socialiste dëshiron të vazhdojë drejtimin e Tiranës. Kryesocialisti propozoi menjëherë pasuesin e Veliajt ish-ministren Ogerta Manastirliu si kandidate për bashkinë e kryeqytetit. Manastirliu do të duhet të lëjë mandatin e deputetës për të futur në garën që Rama e konsideron të fituar. Tema jonë si Partia Socialiste e Shqipërisë është që sot, krahas të gjitha punëve të tjera, të nisim punën për zgjedhjet e reja në Tiranë, ku me kandidatën e duhur, me vizionin, me ambicien, aftësinë dhe përkushtimin e duhur, dhe patjetër dhe me organizimin dhe mbështetjen e duhur, do të marrim rezultatin e duhur. Për t'i ridhënë lokomotivës Shqipërisë shpejtësinë e duhur për Tiranën 2030 në Shqipërinë 2030. Më vjen shumë mirë që, siç edhe ju të gjithë besoj e keni konstatuar, kandidatura e Ogertës ka gjetur menjëherë mbështetjen e plotë të familjes sonë të madhe politike, ku të gjithë e çmojnë kandidatën tonë për Tiranën dhe janë të njëmendje për faktin se është radha e saj ta udhëheqë Tiranën me ambicien, qartësinë dhe qetësinë që e ka karakterizuar gjithnjë në të gjitha detyrat ku ka spikatur deri tani. Aq e fortë është me sa unë shoh mbështetja e Partisë Socialiste ndaj Ogertës, sa që është krejt pa interes se kush do të jetë apo cilët do të jenë kandidatët e saj rival, të cilët do të hynë në garë të humbur
por do të dalin nga gara edhe më të humbur. Zhurma në parlament dhe emrat e qeverisë së re në skenën politike nuk i penguan socialistët të dërgonin në vend porosinë e kryeministrit. Këshilli Bashkiak u mblodh 2 javë më vonë të martënin 23 shtatorit pasi ishte dakordsuar një ditë më parë. Këshilli Bashkiak i Tiranës mblidhet për të shkarkuar Erion Veliajin. Përpara se 50 karton jeshil nga socialistët dhe opozitarët vendosën pro shkarkimit të Erion Veliajit nga posti i kryetarit të Bashkisë Tiranë pas 10 vitesh në krye të këtij institucioni. Nga ana e tyre, socialistët ishin të ndarë në 2 grupe, një grup i vogël që kundërshtonte procedurën dhe grupi tjetër, shumica e socialistëve, që nënvizoi se Tirana kishte nevojë për një kryetar në detyrë të zgjedhur për ta drejtuar qytetin dhe se ky vendim nuk kishte gjyqi publik dhe juridik për Erion Veliajin, duke veçuar vendimin nga procesi i gjykimit të kryebashkiakut. Kjo është sigurisht që ka objektin, domethënë që krijon emocion tek njerëzit, tensione pozitive, negative. Por duhet konsideruar një mbledhje krejt normale, me një rendite që tashmë të gjithë e dim, e nuk duhet menduar se po bëjmë një gjyq as ndaj ndonjërit, as nga ndaj kryetarit të bashkisë, sepse gjyqin Erion Veliajit do ja bëjnë institucionet gjyqësore, juridike, të cilat ne kemi besuar këtë gjë. Dhe kjo akt që ne bëjmë sot është krejt normal, në kuptimin e një raporti që ka kryetari i një bashkie me Këshillin Bashkiak. Është raport ligjor, është raport domethënë i rregulloreve të caktuara që rregullojnë marrëdhëniet e një kryebashkiaku të zgjedhur nga populli dhe të një Këshilli Bashkiak po të zgjedhur nga populli. Sigurisht që opozita, domethënë mund të ketë drejtin që erdhi rasti tani të shajmë, të themi andej, këndej, dakor, mund ta bëni. Por ne kemi shumë të qartë që kjo nuk është gjyq që po i bëjmë Erion Veliajit. Dhe gjyqin ja kemi besuar bile, për këtë shkak ne po i bëjmë këtë gjë, se besojmë tek institucionet e drejtësisë, të cilat duan kohën e tyre, duan afatet e tyre ligjore, duan ekspertizat e tyre për të konkluduar nëse Erion Veliaj ka bërë shkelje apo nuk ka bërë shkelje. Dhe është në tagrin e tij, të avokatëve të tij ta bëj këtë gjë. Ne sot iniciojmë për një shkak shumë kryesor. Ju mund të thoni, po mirë, ne propozuam para 3 muajsh. Ju nuk ishit dakord, por si ishim dakord para 3 muajsh. Sepse ende nuk do kuptonim kush do ishte historia e Erion Veliajit 1 dhe 2 kush do ishte historia e punëve të bashkisë 2. Tani sinqerisht po kuptojmë të gjithë dhe ndjejmë nevojën e një drejtuesi në bashki. Nuk ka politikë të gjë. Por e vërteta është kjo. Tirana po buon hierarkinë e një drejtuesi. Ne jemi një vend që nuk kemi ecur pa hierarki shtetërore. A e fut rregullën në para sa të gjithë një listë, si të Liga e Ministrëve. Nuk pati asnjë vjedhje, asnjë vrasje, asnjë korrupsion, asnjë gjë. Ne nuk kemi vertik. Ky vend i jonë është mësuar, drejtuesi kryesor merret me banë përgjithësi. Kështu që ky antipension është thjesht për këtë arsye. Ne rregullojmë pasaj raportet e Erion Veliajit me drejtësi, ka Erion Veliaj me drejtësi. Detyra jonë është të flasim për interesin qytetar, detyra jonë është të flasim për zgjidhjet që do të marrin qytetarët, dhe detyra jonë si zgjedhëve vendor është që të ngrejmë shqetësimin kur puna nuk shkon siç duhet. Dhe besoj, jemi të gjithë bindur që ka ardhur koha që jo për shkakun ton, Tirana ka nevojë për të pasur një drejtues të ri për shkak se duhen çuar përpara projektet, për shkak se duhen çuar përpara punët, por dhe duhet një drejtues që t'i japi siguri dhe qetësi ekipit për të shtyrë këto punë përpara. Ndaj unë e kuptoj dhe shqetësimin e madh të kolegëve opozitar që shpeshherë kalojnë në protagonizëm personal, duke u drejtuar dhe kraut ku ne jemi gjithë tani pjesë. Do të gjykoja që qëndrimet të jenë në raport me qytetarët dhe do të gjykoja që të gjithë të shqetësohemi se si do të përmirësojmë shërbimin qytetar. Ndaj e nderuar kryetare dhe të nderuar antar të Këshillit Bashkiak, un kam një propozim konkret. Një propozim konkret që duhet bëhet model me qëllim që e mira publike të burojë nga puna jonë e përbashkët. Meqense debatet ishin edhe në komisionin juridik mbi kërkesat
që kanë quar kolegët e opozitës muaj më përpar, duke filluar nga zoti Shabani, mos gabojmë fillim të shkurtit, dhe të grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike, mos gabojnë në maj, atëherë unë kam një propozim që të bashkohen të tre kërkesat në një akt të vetëm, patjetër referuar ligjit për vetë qeverisjen qendrore në 62.c, duke lënë në një anë po themi betejën politike dhe duke u fokusuar të interes qytetar me qëllim që punët e bashkisë shkojnë para. E thashmë pak më parë, nuk kemi ne shkaktar të kësaj situate, por nuk kemi ne që vendosim misionet e drejtësisë. Ne duhet shërbejmë gjithsecili nga ana jon për të çuar punët përpara, për të dhënë kontributin ton, qoftë personal që si zgjedhur, për mos u mbivendosur mbi pushtetin e ekipit bashkisë, por për të çuar punën përpara. Ndaj unë propozoj të bashkohen të tre në një akt me bazën ligjore të ligjit për të vetë qeverisjen qendrore në 62.c. Faleminderit. Faleminderit zoti Ibrahim Llari. Besnikët e Erion Veliajt, përpara se të largoheshin dhe të mos merrnin pjesë në votim, kundërshtuan procesin duke i njohur meritat Veliajt në drejtimin e Tiranës, dhe pse ndaj tij rëndojnë disa akuza nga SPAK me argumentin se Veliaj prezumohet i pafajshëm. Është një replik në lidhje me papërgjithshmërinë e opozitarëve, të cilët vinë këtu në këtë sallë dhe kanë vetëm etiketime ndaj anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Jo përgjigje që po ne jemi dele, zonjë nderuar opozitare, jemi ato dele të qytetarëve që japin shërbim 24 orë në 7 ditë javës, dhe që kemi ndryshuar këtë Tiranë për 12 vitesh, gjithë të cilët ju, të lutem, mos më ndërprit, gjithë të cilët ju për 12 vite keni marrë rezultat zgjedhje pas zgjedhje nga qytetarët e Tiranës lidhe me besimin. E jo të lutem. Ja shërendit jam shërendit, siç. Jemi tradhtar zonja Fino. Ne jemi tradhtar të lutem. Jemi tradhtar të besimit të popullit. Një minutë të lutem. Të zotit e litit lutem. Jemi tradhtar, se sapo na tha që jemi tradhtar. Jemi të tradhtar, nuk jemi tradhtar ndaj Erion Veliajs. Ne për Erion Veliajn, të lutem. Kryetari i bashkisë Erion Veliajn ike. Nuk po ikën nga detyra në lidhje. Nuk po ikën lidhje. Të lutem ta mbaroj të lutem se po më ndërpret. Nuk po ikën nga detyra në lidhje me Nuk po ikën nga detyra në lidhje se s'ka për punët, po i ka për punët në mënyrë më të shkëlqyer të tij, po ikën nga detyra për të hapur rrugë e Tiranës, për të hapur kësaj rrugë këta Tirane, për të ecur në ritmin që ai ka dashur edhe të donte. Në rregull? Shumë faleminderit. Faleminderit. Ne jemi tradhtar. Ka këshilltarë të tjerë që duan marrin fjalën për diskutim, për ndryshe do kalojmë tek pika e rendit ditës për kryetarët e grupeve. Marrin fjalën kryetarët e grupeve. Atëherë, kryetarët e grupeve duke hedhur për propozimin e zotit Ibrahim Llari për t'i bashkuar kërkesat. Nga ana tjetër, demokratët ishin të qartë se nga kërkesat të tyre, ata donin prezencën e Erion Veliajt për ta dëgjuar dhe se shkarkimi i tij ishte i vonuar, ndërsa procedura duhet të ishte ligjore për të mos i dhënë mundësinë të fitojë miliona lekë në të ardhmen për shkarkim të padrejtë nga detyra. Faleminderit zonja kryetare. Zonja kryetare, Erion Veliaj është gjallë. Nuk ndodhet sot unë të sallë, sepse ju nuk e lejuat që t'ishte këtu, po është gjallë, se duket sikur po e bëni një ceremoni funebre. Në fakt, ai duhet t'ishte këtu, sikur se ja lejon ligji, por përderisa ju ja mohuat, unë jam shumë e kënaqur që ai sot mori shijen e gjellës që ka gatuar vetë për gjithë të vite, dhe këtë gjellë që sot ja gatuat ju të gjithë antarët e Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, le ta provoj zoti Veliaj nga qelia ku është, dhe nëse na ndjek e përshëndesim. Vendimi që ju keni sjellë sot është një vendim i vonuar dhe gjithashtu i paplot. Erion Veliaj duhet ishte shkarkuar nga kjo detyrë që në vitin 2023, ku edhe padrejtisht mori detyrën në fakt. Është i paplot sepse Erion Veliaj duhet shkarkuar për shkelje të rënda të ligjit, së pari dhe mbi të gjitha, duke shkelur ligjin për incineratorin, një vepër që nuk u ndërtua kurrë dhe që duhet ishte dorëzuar qytetit të Tiranës 3 vite më parë, për cilin ne kemi paguar 100 milion euro dhe vazhdojmë të paguajmë edhe 100 milion të tjera.
Erion Veliaj duhet ishte shkarkuar për shkak të aferës 5D, një dosje e zezë e korrupsionit, një formul mashtrimi e ndërtuar nga Erion Veliaj dhe drejtorët e tij. Mirë, po ju donit prova, nuk ju mjaftonte për shembull që incineratori në Tiranë nuk ekziston. Ju duhet vendim gjykate për ta vërtetuar këtë, se nuk shkoni dot në sharë, që të shikoni sa e keni malin e mbetjeve, po ju duhet vendimi gjykatës për të parë që incinerator nuk ka, edhe pse duhet ishte aty 3 vite më parë. Ju duhet vendim gjykate për dosjen 5D, sepse nuk ju mjafton që janë me miliona euro të vjedhura nga taksa paguesit e Tiranës dhe për këto dhe kjo nuk ju mjafton juve. Tani, unë i bëj shumë të fala Erion Velis nga familjet e 5 majt që hoqi zvarr me gaz, bura gra fëmijë. Ke shumë të fala Erion, ata janë shumë të lumtur që ti sot do të shkarkohesh me ceremoni. I bëj të fala Erion Velis nga banorët e Astirit, që u bërit njëjtën gjë. I bëj të fala nga Ardit Gjoklaj. I bëj të fala nga gjitha bizneset e Tiranës, të cilat i zhvasin njëri pas tjetrit të gjithë drejtorët e Bashkisë Tiranë të emëruar nga Erion Veliaj dhe ata që vinë pas tij. Si trashëgimi e jashtëzakonshme e këtij qyteti, unë e dëgjova qarjen tuaj, vajtimin tuaj, tani dëgjoni edhe do doni ta trajtojnë si ditë normale. Kjo vetëm ditë normale nuk është ditë e veçantë për Tiranën. Pasi siç e shprehur dhe vetë në kërkesën tuaj të njëanshme, donse përkon në kërkesat paraprake të opozitës, tashmë ju po ngrinin lartësinë e detyrës. Po është e vërtet, po ngrinin lartësinë e detyrës. Po keni 7 muaj që keni munguar kësaj lartësie. Dhe kjo i ka kushtuar Tiranës dhe i ka kushtuar shumë atje. Për sa i përket këtij aktit sotëm, ky është një akt historik që nuk është trajtohet për ditë, për javë, për muaj, për vite. Ndoshta pas 30-40 vitesh tjera mund të gjendeni përballë ata që do na pasojnë ne. Po neve atyre do t'ju themi që neve sot i bashkuam votat tona, jo ne me ju, po ju me ne, pasi kemi 4 muaj që ju kërkojmë që kjo ditë të ndodhte. Dhe ju përsëri nuk u ngritët, po më mirë vonë se kur, faleminderit paktën që sot po e lironi Tiranën. Do doja shumë që ky akt mos ishte i shkruar kështu siç është sot. Donse do ta votoj me 2 duart. Dhe vota ime është pro. Po do doja që ky akt ishte i pasuruar, edhe me shumë shkelje të tjera që kanë ndodhur në këtë bashki gjatë këtyre 10 viteve. Do doja që ky këshill të ngrihen në lartësinë e detyrës të konstatonte se si kryetari i bashkisë në largim tashmë Veliaj merrte kompetencat e këtij këshilli në 2016 duke marrë angazhime financiare, ku angazhimet financiare jepet vetëm nga këshilli dhe kryetari i bashkisë as ndihmën ekonomike nuk jep dot me firmën e vet. Do doja që ky këshill ta pasuronte këtë vendim me shkeljet që janë bërë në urbanizimin e Tiranës. Kur tashmë plani urbanistik është thyer në një letër bakalli, e cila griset dita ditës ka urekset e miqve dhe shokëve që marrin leje për pallatet dhe për kulla, që sa më shumë kulla ndërtohen, aq më shumë zvogëlohen hapësirat për fëmijët tanë, për pleqtë tanë. Do doja që ky projekt vendim të pasurojmë abuzimet financiare që kanë ndodhur këtu në Bashkinë e Tiranës, kur taksat dhe tarifat janë rritur 2 deri në 10 herë, ama jetesa jonë është përkeqësuar. Do doja që ky projekt vendim të pasurojë me faktin e shkeljeve mbi inceneratorin e Tiranës, ku paguhen çdo muaj dhe sot që flasim 1.1 milion euro, por ama incenerator nuk ka, nuk ekziston. Do doja ta pasuroja këtë projekt vendim me shkeljet që janë bërë në sektorin e ujësisë kanalizimeve, ku jo ju që jeni sot, po këshilltarët socialistë para disa viteve miratuan rritjen e ujit nën kryesimin e Erion Velis me 44% dhe ende ujë nuk kemi shpitona. Do doja ta pasuroja me shkeljet që janë bërë në sektorin e arsimit, me taksën e infrastrukturës, një grabitje kolosale, ku janë marrë me dhjetra 50 milion euro dhe i shkollë dhe qerdhe ka lagje Tiranës sot ende Astiri, kurore liçeni Tiranës apo zona Priftit. Do doja ta pasuroja me shkeljet që janë bërë nga Erion Veliaj për sa i përket mungesës transparencës, me kontrata pa fund, të pa publikuara, me tendera pagar. Do doja ta pasuroja me shkeljet që ka kryer Erion Veliaj për sa i përket parqeve tona. Projekt vendimin, objekti i kësaj mbledhjeje
Dhe dua të sjell në vëmendjen tuaj, pavarësisht se unë që në fillimin deklaroj do të votojmë pro propozimit, por nga pikpamja ligjore nuk është pika C. E në 62, pasi zoti Veliaj nuk mungon për shkak të vullnetit të tij, ai mungon sepse është i arrestuar dhe i akuzuar për një vepër penale, gjë e cila nuk e afekton mandatin e tij. Por interesi publik na e kërkon që ne ta bëjmë këtë oportunitet, sepse është pjesë e kauzës tonë. Ta bëjmë këtë oportunitet dhe t'ia lëm kryeministrit, arkitektit të gjithë kësaj parade sot, më përpara dhe më mbrapa, që ta zgjidh siç e di ai, sipas ligjit, dhe zoti Veliaj të shfrytëzoj pastaj të drejtën e tij, siç e ka thënë që e ka me gjykatat betejën, se ka as me Këshillin Bashkiak, as me kryetarin e partisë, po e ka me gjykatat dhe ta zgjidh në gjykatën kushtetuese dhe të shohim shkaqet të cilat ai do të përdori dhe argumentet që gjykata kushtetuese, sepse është rast unikal dhe i pari që një kryetar ndodhet në këto kushte. Nuk është rast i flagrancës e i shkeljeve, rastet e tjera që juridiksioni fillestare merrte vetë kryeministria. Atëherë, në lidhje me dua të vënë në dukjen tuaj se sigurisht që do mundoheni ta relativizoni edhe qëndrimin e zotit Veliaj, që sigurisht është variabël krahasuar të paktën me 4 muaj para, por respekti që ju keni për kryetarin është aq sa nuk pranua të vi, të flasë ose të komunikoj me sallën. Kjo është në emër të procesit të rregullt ligjor, jo të Erion Velis. Është në emër të kryetarit të bashkisë e ndenë detyrë, jo për Erion Velin, për të cilën kanë votuar kundra. Dhe mos këtu s'ka asnjë lloj konfundimi. Dhe e fundit që unë dua të sqaroj është votimi jon kundra është në formë i njëjtë me ju, po ndryshon katërcipërisht në përmbajtje. Ju doni të shkarkoni Erion Velin sepse bëni lojën politike dhe ju takon ta bëni, dhe zbatoni një urdhër politik për të hequr një person të akuzuar dhe për të sjell, për të mbaruar punët me Bashkinë e Tiranës, siç keni mandate të tëra me këtë bashki. Votimi jon kundra është për një bashki të re dhe jo vazhdimsi e incenatorëve dhe tjera temave që i prekën kolegët përpara. Prandaj, vota jon pro shkarkimit, pro propozimit për shkarkim, sepse shkarkimin do ta bëj qeveria, nuk ka asgjë të përbashkët me votën tuaj. Ju faleminderit. Edhe opozitarët të vegjël ishin pro shkarkimit, por me procedurë të rregullt, duke kundërshtuar zbatimin e urdhrit të kryeministrit Edi Rama. Kërkesa që na keni sjell, komenti im është që është e paplot, është një koment që u bë edhe në mbledhjen e Komisionit Ligjeve, po nuk u raportua këtu. Është e paplot me një kërkesë të mëhershme për shkarkimin e kryetarit të bashkisë, të cilët unë kam iniciuar 25 shkurt të këtij viti, numër protokollit 86-82, është injoruar në shkurt, është injoruar në prill, është injoruar në maj, është injoruar në qershor, është injoruar në korrik, dhe sot më vjen mirë që keni ardhur tek arsyeja. Sigurisht unë nuk e shoh si ditë triumfi, por është një mundësi që ne ta shohim si një ditë ku përgjegjësia publike na vendos mbi llogarit partijake, ku interesi qytetar është mbi hallet e kryetarit të bashkisë. Unë nuk e di nëse Erion Velia është fajtor për gjitha akuzat që ka ngritur prokuroria, padyshim unë jam denoncues si ti, por nuk jam as gjykat, as prokurori. Ama e di shumë mirë që ai nuk mund të jetë kryetar dhe nuk duhet kishte qenë kryetar për të paktën një vit. Përpiqen që ta mundin kundërshtarin e tyre me metoda politike. Në fakt kjo që jeni duke bërë ju, sepse ju jeni duke bërë grupi mazhorancës, nuk është një shkarkim siç do deshte një kundërshtar politik. Një kundërshtar politik do deshte që Erion Veliaj ta mundte në fushën e betejës, ta mundte atje ku zhvillohen fushat, atje ku zhvillohen betejat politike. Kjo që po ndodh nuk është fiks një betejë politike, madje ka trajtat e një lufte brenda llojit për të eliminuar një kundërshtar të brendshëm politik. Mbi rendin e ditës, që lutem. Po mbi rendin e ditës. Pse them që ka trajtat e një lufte të brendshme? Për shkak se
Pasi debatet i lanë vend procesit votimit, për herë të parë në 2 vite në një propozim, u ngritën 50 kartona jeshil duke i hapur rrugë zyrtarisht shkarkimit të Erion Veliajt. Saktësisht, Këshilli i Bashkisë i kërkoi Këshillit Ministrave shkarkimin e Erion Veliajt, bazuar në nenin në mbështetje të ligjit numër 139/2015 për vetëqeverisje vendore, i ndryshuar neni 61.q 62 Germa C me propozimin e një grupi këshilltarësh, Këshilli i Bashkisë Tiranës në mbledhjen e Këshillit të miratoi propozimin për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë Tiranës, zoti Erion Veliaj, thuhet në shkresën e miratuar nga Këshilli i Bashkisë, shkoi në zyrën e Këshillit Ministrave. Pas vendimit, mbërriti në zyrën e kryeministrisë, qeveria e drejtuar nga kryeministri Rama mori vendimin e parë të saj në mandatin e 4, shkarkimin e Veliajt. Nxitimi i socialistëve, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilëson si veprim për ndalimin e Erion Veliajt që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Erion Veliajt po i kërkohet në mënyrë ultimative të mos shkojë në gjykatë kushtetuese, në mënyrë që të dalë nga burgu, të ndiqet i lirë dhe të ketë lehtësira, hipokrit dhe të mos përdor më epitete tjera. Kërkon tani që të thotë se unë po noterizoj vendimin e këshilltarëve. Përpara vendimit, që sot gjendet në fletorën zyrtare, kryeministri mblodhi në një takim deputetët e zgjedhur dhe ish deputetët e qarkut Tiranë për të nisur përgatitjen për zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës. Në takimin me dyert e hapura, kryeministri Rama çmoi kandidaturën e propozuar prej tij, Ogerta Manastirliu, ndërsa ironizoi edhe opozitën duke paralajmëruar se këto zgjedhje një rezultat dhe më të thellë se ato 2 viteve më parë. Por pasi kamrat u mbyllën, kryes socialisti bëri hapin e radhës. Kryeministri Rama i besoi drejtimin politik të Tiranës zëvendës kryeministres, njëherësh dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku. Suksesi arritur në drejtimin e qarkut të Fierit me 12 mandate në drejtimin e Ballukut duket se e ka bindur kryeministrin Rama për t'i dhënë drejtimin politik të Tiranës për zgjedhjet e ardhshme lokale. Shpejtësia e veprimeve nga socialistët duket se kanë gjetur të papërgatitur opozitën, e cila ndesh në dilemë të futet ose jo në zgjedhje dhe nëse do të futet, kush do të jenë kandidatët e saj. Për këtë ka nisur edhe diskutimet me aleatët. Po, janë 2 momente të rëndësishme. Spari Partia Demokratike do bëj përpjekje të hyjë me koalicion. E thash, e kam thënë dhe herën tjetër këtu. Ne do përpiqemi që të rakordojmë, të biem në ujdi, në bashkëpunim me partitë opozitare, me ato parti që ndjehen opozitare. Aty pastaj, sigurisht që debati do jetë për kandidaturat. Ne nuk themi që o koalicion me ne, o kandidaturë jo, ose ka koalicion me ne. Por, secili është i vendishëm që zër kryesor për zgjedhje do jetë Partia Demokratike. Ndaj dhe pasi tulemi me aleatët dhe partitë opozitare tjera, aleatë në tërësi, të debatohet, të diskutohet, do t'ja u japim kandidatin. Partia Demokratike ka disa kandidat të shkëlqyer brenda, jashtë, kudo, s'kemi asnjë problem. Ndërsa qeveria vijon planin për të zgjedhur kryetarin e ri të Bashkisë të Tiranës dhe opozita është e pavendosur, miqt besnik të Erion Veliajt janë në pritje se do të shkojë në gjykatë procesin ndaj kryebashkiakut, pasi SPAK i ka mbyllur hetimet dhe dërgoi në gjykatë kërkesën për gjykimin të tij ndaj 5 akuzave. Konkretisht, në njoftimin zyrtar, SPAK pretendon se hetimet provuan se Veliaj është përfshirë në korrupsion në 9 raste, në bashkëpunim me gruan e tij Ajola Xoza, në pastrim parash, shpërdorim detyre, mos deklarim pasurie dhe futje të sendeve të paligjshme në paraburgim. Ndaj bashkëshortes, veç akuzës së korrupsionit e pastrimit parave, prokurorët e posaçëm kanë ngritur edhe ato të fshehjes së të ardhurave. Por përpara se gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit të shprehet me vendim për fajsi ose pa fajsi për Erion Veliajn, Partia Socialiste i tha mjaft ish mjaftistit që u antarësua në Partinë Socialiste dhe drejtoi Tiranën për 10 vite.